Përplasjet me një peshkareq tragjet i linjës Vlorë Brindisi. Përplasja ka ndodhur në afërsi të ishullit të Sazanit në orët e para të mëngjesit të sotëm. Fatmirësisht nga përplasja nuk ka të lënduar. 3 peshkatarë që ndodheshin në anijen e peshkimit Qemal Mato, Julian Lato dhe Arjent Lato nga njëjta familje janë shpëtuar nga roja bregdetare e Vlorës. Sa lëshua materialet në orën 4:40 minuta. Mishim me materiale me kursin për veri. Trageti me një fjalë nga ka ardhur në Brim, një fjalë në qoshet të Kiçit, i bëm 2-3 herë thirrje në radio dhe na ka qelluar dhe ka kaluar llonjë ka ardhur me shfutur brenda në gjirin e Vlorës dhe pastaj është kryer prapë. Miqi na qelloi për të pak të kishte ndaluar. Ju keni sa minuta ndënjët në det? Po kemi ndënjur 20 minuta se na erdhi roja bregdetare, nuk e di çfarë. Trageti nuk dha asnjë lloj alarmi, asnjë lloj sirene. Nuk e di asnjë gjë, as siren, asnjë gjë fare. Dhe na ka qelluar me bash. Keni qenë në trajektoren e tragetit? Si trajektor? Në rrugën që përshkon trageti çdo ditë? Atje është lindju e tij, atje nuk ka asnjë gjë të kufizuar me fjalë që ndalohet ky vend që e tij. Brenda 6-7 minutash tani është fundosur ndër. Trageti vinte me fjalë nga perëndimi për lindje. Ne ishim duke trajluar dhe na ka qelluar me fjalë në qoshet Kiçit dhe na ka fundosur. Po zadën hapëm atë të shpëtimit, mjetën e shpëtimit dhe jemi futur brenda në zadë dhe zadën e kemi akoma aty. Ne kërkojmë Zotit që jemi shpëtuar vetë një në radhë të parë. Pastaj dëm shpërblimi se është mjet pune që ushqeshim familjen, ushqeshim vetë, ishim të rregullt me. Sa ditë kishit në det? Dije dolëm në orën 5. E gjysmë nga i bërnisë. Peshkareqja Ana pas përplasjes dhe dëmtimeve të mëdha është mbytur në det.